Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, i pranishëm në një aktivitet, ka folur për protestat që po zhvillohen në vend. Begaj tha se qytetarët po shprehin shqetësimet e tyre në një mënyrë paqësore. Mëtej, në fjalën e tij, presidenti u shpreh se mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e kushtetutës, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi. Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësore. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kustetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kustetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese, së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë, përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si presidenti i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit. Begaj theksoi se e drejta e qytetarëve për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta.